Ky emision sponsorizohet nga Petrol Company. Shikues të nderuar, mbrëma dhe mirë se takohemi këtu në televizionin të shtatë në emisionin Euron 7. Nesër në javë do të drejtohemi kutive të votimit për të katërtën herë këtë vit. Do të thonë 2 herë zgjedhje përgjithshme, zgjedhjet lokale dhe balotazhi në 20 komuna që ishte 2/3 e komunave. Qytetarët e Kosovës po duket se janë lodhur pak nga këto zgjedhjet e vazhdueshme, nga moszgjidhja e problemeve aktuale me të cilat po ballafaqohen, kryesisht ato ekonomike, rritjen enorme të çmimit, gryrja e inflacionit në raport me të ardhurat personale të secilit penish. Ka donat e fundit, në 3 muajin e fundit të këtij viti, bruto produkti vendor ka rënë shumë. Kjo për pasojë e mos investimeve kapitale të brendshme dhe uljes së fuqisë blerëse në vend. Partitë politike, disa prej tyre kanë dhënë edhe premtimet kryesore të tyre. Është e çuditshme, partia për shtet ka harruar në tërësi çështjet politike të cilat i ka pasur është kthyer ka ekonomia. Për sonte do të flasim me përfaqësuesit e Partisë Demokratike dhe ekspert e fushës për programin ekonomik dhe arsimor të Partisë Demokratike të Kosovës. Me mua në studio është zoti Ilir Mërteza, mirë më zoti Mërteza. Mirë më mesazhe. Profesor Muzafer Shvala, prof, mirë më se erdhe. Medajn Hashani, ekspert, prof, mirë më se erdhe. Mesazhe. Dhe Shkumbin Misini, prof, mirë më se erdhe. Mirë më mesazhe. Ilir, kandidati për kryeministër i PDK-s ka vënë dje një video në Facebook për disa prej premtimeve kryesore ekonomike. Pse kosovarët duhet me vendosë kësaj radhe me votu Partinë Demokratike dhe kandidatin e saj për kryeministër dhe juve normalisht si kandidat për deputet? Realisht për nisë ndoshta nga ajo shpreha që përdorë janë lodhur qytetarët me 4 parë zgjedhje gjatë këtij vitit, po realisht edhe janë lodhur në aspektin ekonomik, e që padyshim nga ajo që e njohim ne popullin shqiptar, mund lodhen, po mund dërzu asnjëherë. Andaj edhe Partia Demokratike e Kosovës vjen me një program të jashtëzakonshëm me shumë shpresë për ta përmirësuar mirësinë sociale dhe për të kontribuar në rritje të zhvillimit ekonomik dhe stabilitet të qëndrueshëm të zhvillimit ekonomik. Në kuadër programit të Partisë Demokratike të Kosovës kemi 5 shtylla të kyçe, por zhvillimi ekonomik është shtylla bazike. Në këtë drejtim janë paraparë numëri masash që do të ndërmerren gjithnjë me qëllim në anë të nxitet zhvillimi ekonomik, po tjetër anë edhe të kemi rritje të mirësinë sociale të qytetarëve. Në viteve të fundit kemi pasur pothuajse një qeveri që ka dështuar të realizojë të gjitha premtimet që ka bën. Komplet mandati i tyre ka shkuar me masa të ad hoc ato për ato, masa të cilat po të kishim qenë në një periudhë lufte, ndoshta sa hajde periudhën e pandemisë, kishim mund të jashtëtojmë dikon për një periudhë caktuar vitin për shembull 2020-2021. Por 5 vite të shkojnë edhe vetëm me masa të shpenzohen komplet buxheti i shtetit, atëherë kjo nënkupton shumë çka dhe qytetarët për këtë janë të bindur. Pikërisht qytetarët kanë nevojë 100 euro më jap është okay, sepse na vijnë secilit prej nesh për shkak të rritjes të enorme të shpenzimeve për shportën, do të thonë gjërat esenciale që i blejnë. Por 100 euro nuk kryejn punë. Do të thonë mund një gjysmë herë me shku në market edhe marroj puna. Pikërisht për ata, qytetarët kanë nevojë të kenë parashikueshmëri, të kanë të ardhra të rrjedhshme dhe jo të ardhra lëmosh që kurdo qeveria mund të jap 50 euro, 100 euro apo 200 euro. Pra, për tek kësaj qytetarët kanë nevojë të kenë të ardhra shumë të mira, më dinjitetshme, e cila mund deri në mas saktuar ta përballojë dhe inflacionin e lartë që është duke u ngritur çdo ditë. Në këtë drejtim, në kuadër programit tonë ne kemi fillimisht kemi rritje të paga për gjithë shërbëtorët civil me 50% të rritjes së pagave. Për gjitha kategoritë pensionale kemi rritje të pensionet për 50%, sikurse për pensionin bazë, po ashtu edhe për pensionet kontributëdhënëse, për kategoritë e dalura nga lufta, kategorinë më të respektueshme të vendit tonë, po ashtu rritje të ardhurave për 50%. Në kuadër të kategorive të lufte kemi familjet e dëshmorëve, që sot fatkeqësisht ata duhet të zgjedhin mes pensionit të dëshmorit si dhe pensionit bazë. Që kjo absolut
vendosje, se ka qenë një premtim edhe në non shkurt kjo i PDK-s, po tash i kishë ormenë edhe aty, edhe ata kishin fut programin e vetë që. Unë isha edhe një studio para ca ditë dhe kandidative vetë tha pse se këni bo për 20 vjetë. Jo, në vërtet tha, ju këni lënë ligjin ashtu. Po mirë me që 5-6 vjetë jeni në pushtet, pse se ndrut ligjin. Ligjet që ju konvenojnë për ndryshoni, edhe natën. Të shta ligjet që janë në interes, një kategorie ka që të respektushëm, pse se ndryshut ligjin. Sepse atëherë kur ka qenë ligji në fuqi, do të thotë nuk ka pas në një impact edhe në aspektin financiar. Pse du të mi besu na Bedri Hamzës që i rritë rrugët? Problemi kryesor është i gjepit sot. Kemi kësi probleme politike të vazhdueshme, po janë të zgjidhshme nëse ka vullnet. Po pse duhet një qytetar, na që të në studio që jem, shikusin të na po me besu që Bedria i rritë pagat? Unë jam sepse ka kësi pashët në TikTok kanë jo është mushë, nuk munën se ka, që si shpeshe edhe në video, ka para pa ullet tatimeve dhe rritjet pagave. Pse du të mi besu? Unë jam pjesë e institucionit 24 vite dhe gjithë shërbjus civile din kush i ka rrit pagat. Bedri Hamza është ai cili ka rritur pagat. Bedri Hamza është ai cili ka ullur tatimet. Në vitin 2009, me 1 janar 2009, ka ndodhur një reformë prej më të mëdhave fiskale në atë kohë, ku ul norma tatimet fitim prej 20 në 10%, u ul norma tatimet në tana personale prej 20 në 10%. Andaj, pas 2 vite, në 2011 u rritën pagat për 50%. 2014 prapë rritën për 25%. Këto janë rritjet signifikante që kanë qenë në atë kohë. Ndërsa tash kemi vetëm një balancim mes tarnave që në kodër të pagës totale kanë qenë paga bazë plus disa shtesa, përfshi për shembull punonësit e ATK-s, policisë, doganës, shëndetësisë, dhe me ligjin e pagave në 2023 atëherë banë një rritje të pagës bazë, por i hekën shtesat. Në realitet, pare që marrën llogari bankare punëtorët, pothuajse njëjta kanë mbetur. Për më tepër edhe disa kategori janë, për shembull te ATK-ja, rreth 50% e stafit kanë paga më të ulta sot se sa në vitin 2022. Edhe në këtë aspekt, jo që kanë bën diçka në kuptimin për me përmirësu standardin dhe themi pagat të dinjitetshme për sektorin publik, por edhe kanë varfënuar më tutje. Okej. Për pjesë, faleminderit më tezë për pjesën e prof. Te pjesa e arsimit, sepse nuk edhe këta veç këshyri që shënë të këshyrë. Me thonë se nuk është pjesa veç ekonomike, do të mu përshtat me ato se çka na bojmë në arsim, edhe qysh i pregadisëm fëmijët tonë për mu konë pjesë e qësoj ekonomie, sepse nëse si pregadisëm atër badiova na folmi se s'ka kush punën tani. Është e vërtetë që pa një arsim cilësor nuk kemi mujt me pas zhvillim mirëfillt ekonomik, do të thonë dhe fatkeqësisht Kosova ka mbetë në edukimin 3.0 versionin i cili ka qenë studenti me qenë në qendër, nxënësi me qenë në qendër. Kjo ka ndodhur gjatë qeverisjeve të mëhershme të Partisë Demokratike të Kosovës. Do e pas parasysh gjendje që kemi dalë na prej luftës, kemi dalë shumë keq, dhe është bë në investim në infrastrukturë, është bë në investim në trajnimin e mësimdhënësve që me kalu në atë pjesën që mësimdhënësi mos me konë qendra e kësaj po me konë nxënësi dhe nxënësi me konë në qendër ose studenti me konë në qendër. Ka pastaj përmirësim të kushteve të mësimdhënësave, qoftë në aspektin që të paga dhe gjitha këto, mirë po kjo ka mbetë që aty. Dhe bota ka kalu në për një fazë tjetër që quhet edukimi 4.0, ku është involvimi i teknologjisë në proceset e mësimdhënies, dhe ne kemi stagnu këto vitet e fundit, to ka ndodhur në krejt botën ka ndodhur, mirë po tek ne kemi mbet në edukimin 3.0 për shkak se nuk ka një involvim të teknologjisë brenda proceset mësimor. Sot hala mësues punojnë me ditar dhe ju merr shumë kohë administrative për mi kry këto punë, në vend që me pas fokusin të mësimdhënia dhe kohën me pas për mësimdhënie, ata merren hala me ditar. Nuk ka avancim të mësimdhënësve, janë kategori që fillon prej mësimdhënësit karrierës, pastaj të mësimdhënësi e avancuar, mësimdhënësi mentor dhe mësimdhënësi merituar. Na mundu veç me përmend një gjë që vetëm 4 mësimdhënës gjatë këtij mandati 5 vjeçar të kësaj qeverie, nëse e llogarisëm komplet, vetëm 4 prej tyre kanë kaluar prej mësimdhënësit të karrierës në mësimdhënës të avancuar, dhe aty në 4-ve nuk ju ka hap edhe pjesa financiare e cila obligohet me ju dhënë për shkak se s'kan mujt me gjetë modalitete ligjore për me përmirësu pagën. Do të thonë ne kemi mbet mrapa dhe ky investim nuk o bë dhe jemi hala në versionin 3.0.
Bota tash ka fillu me shku në versionin 5.0, ku është pjesa emocionale e fëmijëve, do të thonë pjesa e emotional intelligence, e cila në inteligencë emocionale, e cila nuk po trajtohet. Do të thonë këto 5 vite kur ka ndodhur një ndryshim rapid edhe për shkak të Covidit në proceset ushqimore, ne kemi mbetë mrapa dhe nuk ka investim. Prandaj mësues, pastaj ka qenë konflikti me sindikatën që ka qenë, dhe këto probleme... konflikt, aty s'ka debat, hiç. Domethënë, nuk i kanë marrë parasysh fare që kanë thonë sindikatët. Dhe këto probleme duhet me u trajtu, domethënë, këto probleme janë në programin e Partisë Demokratike të Kosovës, në programin e kandidatit për kryeministër Bedri Hamza, ku qenë pjesë e hartimit programit për Arsem. Kështu që gjitha këto janë pjesë e programit dhe mendoj që gjatë këtij diskutimi ne kemi trajtuar edhe këto pjesë. Po na jemi vend që me kanë versionin 5.0 të edukimit, ku po shkon bota drejtësore, na kemi mbetë hala në versionin 3.0 që aty ku kalon PDK-ja. Nuk po ka parë pro se pillëvaritin me 3.0 me dizel, edhe 5.0 benzin tani bëhet shumë, ta s'kan parë për ato. Kam pas parë po si kanë kry. Për fat keq. Mendoj që po e përmend shumë nëse me thjeshtësu kështu me thonë që nuk ka pas investime. Shkollat, kabinetet cilat i ndërtu janë të deri në 2014, na dështëm apo s'dështëm i pranu, investimet kanë ndodhur çatëherë. Këtë e tutje është para pa buxhet që duhet me qenë për këtë pjesën këtu, kështu që mendoj që nuk janë problem parat, është problem vizioni dhe është problem qëllimi me forcu këtë vend përmes një arsimit cilësor dhe përmes kuadro, për shkak se kjo afekton shumë pjesë tjera të sistemit tonë shoqëror, domethënë është pjesa e shërbimeve që ne duhet me afru për kompanitë ndërkombëtare, kështu që na kemi diskutuar sigurisht gjatë këtij debati gjitha këto si me marrë. I peq të 5 pikat e kandidatit për kryeministër, se po më shkëmbuja me thonë kryeministër gjithë, po halosë. Ne kemi vlerësu dhe mon programin e Partisë Demokratike dhe herën e kaluar në zgjedhjet non shkurtit, dhe mon që pëthuj se jemi të njëjtin vetë dhe paka shumë këto 5 pika kanë qenë pjesë e programit para prak, me disa aktualizimet të cilat janë bo. Me qenë se janë përfaqësuesit e PDK-s nga pjesa arsimit edhe nga pjesa e ekonomisë, une çka mendoj që duhet me pas parasysh gjatë insertimit programit disa pika tjera, për arsye se janë të parapone edhe pjesa e tatimeve të cilat do të zvoglohen. Ne nëse i marrim statistikat e buxhetit shtetit, do me onë janë që në vitin 2025 janë para pa dikon 3 miliardë e 600 milion nga qeverisja aktuale të inkasohen, ndërsa deri në fund të nëntorit në bazë të statistikat nuk ka arrit me u kalu 3 miliardë që i bie se jemi mbrapa inkasimit të buxhetit dhe çka mendoj që duhet me pas parasysh se duhet të jetë një trekansh për arsye se edhe programet të cilat ofrohen sot në nivelin e shkollimit, edhe nga pjesa e nivelit shkollës mesme, po edhe nga universitetet, kanë fillu me u zbe në aspektin sepse kanë bet programe pothuajse klasike. Prandaj këto programe duhet me ndërlidh me u bë një trekanç në mes të arsimit, ekonomisë edhe industrisë. Mbi bazën e kësaj, duke i marrë kërkesat e industrisë në treg, se çka ka nevojë ata, Ministria e Ekonomisë me zhvillu kapacitetin për me investu në ato programe, po të njëjtën kohë edhe arsimi me kërku nga institucionet publike dhe private që fokusin të kenë në integrimin në ofertën e tyre programore për ato programe që i kërkon industria. Prandaj këtë trekanç është i domosdoshëm në të gjitha programet e partive politike, por edhe të Partia Demokratike e Kosovës. Për shembull, kandidati për kryeministër, zotri Bedri Hamza, ne e njohim të gjitha premtimet të cilat i ka dhënë më herët i ka realizu, duke fillu premtimi kryesor, po është pjesa e rritjes pagave, mirë po nga njëherë unë mendoj që duhet të jetë fokusi edhe të pjesa e sektorit privat, cilët do të janë përfitimet e punonjësve domethënë nga sektori privat, sepse që janë më shumë se sa sektori publik. Domethënë 80% e punësuarve në nivel vendi janë të sektorit privat, ndërsa 20% janë të sektorit publik. Prandaj ata në bazë të ofertës që cilën e kanë ofruar dhe shtyllat të cilat janë para pa, domethënë do të ketë zvoglim të tatimit në pagë, do të ketë një përfitim, një rritje mirë, po nuk mendoj që ajo rritje mundet me pas një impakt mjaft të madh te punëtori i sektorit privat.
Prandaj, herën e kaluar janë prezantuar që do të ketë edhe subvencionim të bizneseve për numrin e të punësuarve, do të ketë zhvillim ekonomik për pjesën e energjetikës që i nevojitet maksimalisht Kosovës, sepse kapacitetet të cilat i kemi në pjesën e energjetikës, domethënë janë të ndërlidhura edhe me pjesën e zhvillimit ekonomik. Prandaj, çka kisha dashur me kërku nga ana e përfaqësuesit të PDK-s, këtë rast më na informu lidhur me çka do të bëjnë që të ketë investitor të huaj në Kosovë, sepse që 6 vite nuk kemi po asnjë investitor të huaj që ka ardhur me investu në Kosovë, do një investitor serioz, cilat do të jenë politika stimuluese nga ana e programit të PDK-s që me bin një investitor potencial që me orë me bo investime, sepse vetëm me rritjen e investimeve të huaja, kombinimin e investimeve joint venture, ne mund të themi se mund të ketë zhvillim ekonomik dhe rritje të numrit të punësuarve. Dhe pjesa e punëtorëve sektorit privat, cilët do të janë përfitimet e tyre. Edhe, prof, tani i kanë fjollën. Realisht, për hap një përmbledhje të vitit që e lam pas, do më thonë që të vit që për lam pas. Leadershipi vërtet nuk ka të bëj me pushtet, po ka të bëj me fuqizim. Çfarë fuqizimi? Fuqizimi dhe inspirimi i bizneseve të vogla, të mesme. Dhe inspirimi për njerëz për me investu dhe për me jetu në Kosovë. E dyta, nuk ka të bëj me kontroll. Dhe e treta, nuk ka të bëj një leadership i mirëfillt, dhe nuk ka të bëj me manipulim. Cili është manipulimi? Manipulimin e fundit dhe pa me shpërndarjen e mjeteve financiare që i boni. Dhe më thënë 26 milion euro i shpërndajti për studenta. Ato drejt për drejt shkojnë në konsum dhe rritet e importit. Nuk është, po, aktualisht, po thamë për vitin që e lam, sepse qeverisja në detyrë ka qenë qeverisja akutit. Dhe kjo nuk ndikon në zhvillimin ekonomik. Kjo përkundrazi e varfron ekonominë e vendit. E përmend pak më herët 100 euro. 100 euro ti vetëm se ke shku në minimarket, mirë po i ke që to mjete financiare janë eksportu në vendet e tjera. Për këtë arsye kemi mungesë të keshit. Për shkak se s'kemi fuqizim të ekonomisë të mirëfillt. Kur kemi fuqizim të ekonomisë të ndërmarrjeve të vogla të mesme në Kosovë, atëherë kemi zhvillim ekonomik. Po nuk kemi të bëj me zhvillim ekonomik aktualisht. A ki po diçka till tek programi i PDK-s? Dhe tash tu shalu edhe pak sekonda, mirë jep. E po është raportin e fundit, do të thonë, të deputetëve të Kombëndit të Kosovës. Imagjino, do të thonë mbi 2 milion euro na kanë shku mjete financiare buxhetit të Kosovës kanë shku për deputet pasiv, të cilët s'kan prodhu kur farë rezultati. Cili është rezultati? Po ashtu, një pjesë mbi 55% për deputetëve kanë kërku pagë kalimtare për vitin e ardhshëm, që i bie edhe 1.5 milion euro. Edhe kjo është dëmi më i madh. Si mund është me bin një qytetar... Sankcioni kësha shti ato deputet? Una? Sankcioni kësha shti? Po pikërisht për një gjë të tillë, sepse ta kërkësh pagën kalimtare. Deputetët të cilët të paktën nuk kanë dhonë kur fa rezultate, kur fa prodhimi, kur fa rezultate s'kanë dhonë. Dhe cili është rezultati i këtë kësaj. Dhe më thonë, nëse e kalkulojmë një përmbledhjet përgjithshme, 26 milion euro për studenta, 3.5 milion euro për pagat, janë 1.5 milion euro shkon për vitin e ardhshëm. Plus 2 milion euro, dhe më 3.5 milion euro. Plus i ki edhe 26 milion euro i ka kushtu buxhetit Kosovës zgjedhjet. A kemi komoditetin na me bo zgjedhje, 4 zgjedhje mrena vitit? Jo. Jemi veni më i varfër, me papunësinë më të lartë në rajon. Dhe në vend me një mirëqenie shumë tull të raport me vendet fëqinje. Dhe në gjithë se i bojnë dikon 55 milion euro që kemi shpenzim pa kur farë rezultati. Dhe pyetja kish me qenë, dhe më thonë, të paktën i uroj suksese kandidatëve në fjallë, dhe pyetja kish me qenë, a moni përgjithësi që në qoftë se zgjedhin deputet, kini me ngritë zërin për çështjen e mjeteve financiare të cilët po morën deputet pa kur farë rezultate. Pyetja e parë. Për nëse apo do në mi shkru, apo nëse... Qishtë dushë? Veç këta s'mujnë me ishti me zërë me full tjetë. Jo, këta me ngritë qështje. Këta me ngritë si qështje. Këta me ngritë si qështje. E dyta... Po, prof, edhe një pyetje, po. Ja, nëse... Po, shani se këtë kanë vakë më përgjishme së të një. E dyta ka të bëj me rritin ekonomike dhe rritin e punësimit.
Do të thonë, kemi një kryeministin detyrë po thotë që edhe prej veneve të Bashkimit Evropian Shqiptar, Kosovar, të cilët kanë jetu dhe kanë punu atje, janë të kthy sepse është ka kthehet, do të thonë, recesion është ekonomia gjermane dhe Kosova po lulëzon me zhvillim ekonomik. Dhe e treta lidhje me arsimin tash po dal. Kosova dikon në vitin 1981 i ka pas dikun 13% analfabet funksional. Në vitin 1981. Kosova sot, sipas rezultatet PISA, del që mosha 15 vjeçare e nxënësve janë 83% analfabet funksional. Si keni me zgjidh këtë problem? Sepse e përmend puna e investimeve në arsim, Kosova nuk është keq me shpërndarjen e buxhetit në kuadër të GDP-s çështjen e arsimit, sepse Bashkimi Evropian e ka 4.6 mesatarisht, Kosova e ka 4.1. Kështu që nuk kemi keq me jetë financiare. Po problemi është pse kemi 83% dhe si do të zgjidhet ky problem. Po, do të mërtezaj të çështja e faleminderit prof, të investimeve të huaja në Kosovë. Qysh me u bë vanin, do të thonë kështu këtë çështja me orë Kosovë se s'ka kush. Në më thonë, një ka qenë i madh, i cili ka qenë përfundime si për Lidl, është tërheq, kërkush nuk e dim pse është tërheq për Kosovës. Të çështja e investimeve të huaja është një specifik që dikush mendon veç pse i ul normat tatimore, nuk është me nxit investimet e huaja, ose pse i jep një lokacion ose diçka. Është një fushë veprim me impakt shumë të gjatë, e që kërkon ajo përdorim të masave të ndryshme, të cilat fillimisht do të krijojë një klimë të bërit biznes, një stabilitet politik, një stabilitet ekonomik, një qasje nga ana e qeverisë në raport me bizneset shumë të parafruar, në formë partneriteti, dhe jo me gjuhën çfarë kemi ndëgjuar që 6 vite. Me gjuhë të oligarka, me gjuhë të atyre që janë të i shtyp punëtorët, me gjuhë, nëse di, me çfarë termi matran janë etiketuar. Edhe që jemi në luftë. Andaj, për te kësaj, nxitja ose thirrja çdo herë se jemi në prag lufte, domo edhe ajo padyshim që i irriton investitorët potencial që mund vinë. E përmendën një kompani Lidl, kam qenë pjesë atyre takimeve edhe në nivel qeveritar me institucione, edhe i gjithë interesi i tyre, fokusi i tyre ka qenë çfarë infrastrukture i ofron shteti, çfarë sigurie ka për më kys në tregun kosovar e shumë rrethonat e tjera. Ndërsa nga ana e qeverisë ka qenë tendenca për ta orientuar në për komunat ku ata ishin duke qeverisë, për shembull një pyetje në shtimja. Ai është biznes privat, ai synon me kap tregun ku logjistikën nga ndoshta me çun shtime. Potencialisht ja siguron atij në hapësirë ku ai mund të realizojë profit. Nuk vjen për me realizuar qëllimet e programeve partijake. Anën tjetër, mendoj se Partia Demokratike e Kosovës në vazhdimsi e ka shpërfaqur ato se ka respekt reciprok me komunitetin bizneseve, ka bën gjithherë punë dhe politika të tilla që e kanë përkrahur komunitetin bizneseve, po anën tjetër normalisht kur flasim për pjesën e tatimeve, bizneset e dinë që do të mi pagu tatimet. Po, shteti do të kriju krejt infrastrukturën për të krijuar edhe tatimet së një ik. Patjetër. Unë shpesh e përdori këtë shprehje, po është një sens që realitet nuk mund të ikësh. Për te kësaj, pra vlerësoj që bizneset kanë nevojë që të keni treg të barabartë. Jo ka nevojë, po është domosdoshmëri, domon krejt tregun botror që është funksionon. Andaj këtë aspekt edhe unë personalisht duke qenë pjesë e institucionit ATK-s një kulturë tillë kam kultivuar në vazhdimsi në administratën tatimore të Kosovës, por edhe tash në kuadër të programit qeveritar të njëjtën gjë planifikojmë ta bëjmë. Për të kaluar te pyetja e dytë për çështjen e pagave të sektorit privat, unë fola pak më parë për pjesën e sektorit publik që do të rriten pagat, po të njëjtën kohë edhe për shtesat e fëmijëve që do të jenë vlerë 50 euro për secilin fëmijë, po te pjesa e sektorit privat kur ti kështu edhe një 40, që ti kishë bërë 90 euro për fëmijë? Në sektorin privat, po ashtu në një studio tjetër me një eksponent të VV-s, tha i kena rrit pagën minimale. Cili është kontributi shtetit që ka rrit pagën minimale? Zero. Qa ka ndihmu ti sektorin privat? Përkundër që ajo rritja, ai vendim që bë, është i kontestuar në gjykatë, me shumë gjasa ai do të rrëzohet. A ka kontestuar në gjykatë? Po, me shumë gjasa ai do të rrëzohet për faktin që s'është bën përputhje me ligjin. Po dashur të ketë një dialog
me sektorin privat, me udat ekonomike kështë me radhë. Nëse si... Për kujdesja ndaj sektorit privat, sepse profa me dajnë e tha 80% e punëtorëve janë anej. Dhe nëse flasim në anësto veç për një 20% e 80 e diçka mi që janë në administratë shtetit, atëherë i bjen që na po injorojnë pjesën më të madhe të punënësve. Në fakti që po pajtona me profën me dajnë që nuk është shumë i madh, është ndryshimi norma tatimore, pra lirimi i tatimit tana personale deri në vlerën 400 euro, po ashtu edhe deri në vlerën 800 euro do tatimohen me 8%. Dhe tash janë me 10% duke tatimohen. Krejt impakti si totali këtij ndryshimi është mbi 11 milion euro, që ato para mbesin në për xhepat e punëtorëve. Po që s'është i mjaftueshëm. Anën tjetër, çka mendoj me bë, është përkraja e bizneseve. Kemi vlerësuar që bizneset prodhuese me qëllim që të përkrahen ato për të ndryshuar, për të avancuar teknologjitë e prodhimit, të përkrahen në vlerë deri në 30% të investimeve potenciale të tyre, gjithë me qëllim sektori prodhues. Po prodhues, okay. Gjithë me qëllim që ato të jenë shumë të konkurrueshme në treg. Edhe me tregun e jashtëm, pra për nxitur edhe pjesën e eksporteve. Bizneset të cilat investojnë dhe krijojnë vende të reja të punës, vlera mbi 500.000, edhe sipas përshkallëzimit që kemi bërë në program, do të lirohen nga pjesa tatimit për periudhat e caktuara, tatimit në fitim. Okej. Te pjesa e arsimit, profesor. Si kum përgjithës profesor. Po, te puna rrogës, profesor. Shkom bën, te pjesa edhe rritjes ekonomike, ne kemi dëgjuar, vazhdimisht dëgjojna se kemi rritje ekonomike enorme, bla bla, po është çështje me statistika që dëshmojnë të kundërtën. Në periudhën pra 2017-2019 kemi pas një rritje si mesatare, kemi pas një rritje ekonomike prej 4.6%, ndërsa në periudhën 2020-2024 kemi 3.66%. Pra është më ulët se sa në periudha paraprake. Po na mëtën të na thonë që është më e mira. Po na po flasim për statistika zyrtare. Tash me fol për si konsum popullor, ne mund të flasim çfarë do shifrash, por me dana zyrtare jemi duke folur. Kur flasim për rritjen e punësimit, po ashtu dhana zyrtare tregojnë një gjendje tjetër. Periudhën 2016-2019 kemi pasur 6.46% rritje të numrit të punëtorëve pe vitet në vit, pra, ndërsa në periudhën 2020-2024 kemi 4.86%, që po ashtu prapë këtë segment pra është një truri. Përkundër që shumë masa e në marë... Drejtor, na i kishëm po në gjepa tonë se cilën ishte kishë pas përmirësim, që tu jem tërnuna. Abdin ato jenë statistika sa për konsum të një pjesët militantve, për ndryshe na në gjepin tonë e jetojmë krejt. Prof, qysh kemi qëta, se ke interesant që këtë 13%... A me fillu për pyetjes para të Ja, për parës, mas parja, nëse të bosh deputet, a kemi folë vëllom parlament, a kemi nej që ty... Me në dha mundësin, flasëm, po me në ndalu që ja ndalu në deputetve legislaturës kalume që ja ndale që mës me folë, atëherë kur step mundësin së më me folë, ose dhët, është pak në shtep pak uptim më që dikush me dha dërheqje për deputet, me thonë sporrimo, po shkoj dikon tjetër, jenë situata komike që po bërë në këtë vend tonë, në thonë edhe u përmen shumë mirë buxheti që është shpenzu për pa nevoje edhe ajo që s'është leju që tjertë me vazhdu, sa të ka njerës që kanë mujtë me vazhdu nështë edhe punë tjera që i kanë pasë me të hikë për i pagë, është situatë komike, është situatë pas zgjidhje që mund me bo dhe menoj që ishallah nuk ndodhë më ke farë punë mës me mujtë me funksionu parlamenti dhe mës me izmatutje. Besoj që kjo nuk e dim është një situatë komike dhe prandaj duhet me fitu Partia Demokratike që me qelë proceset për para dhe me jetë dhe mës me pasë pengesa qysh i patëm dhe e tash. Rritjen e punësimit, kësha shku pyetjen e tretë që me mujtë me diskutu dhe pjesën e punësimit, për shkak se ne kemi një disbalans, dhe me thonë kërkesa është shumë e madhe prej kompanive të Bashkimit Evropian dhe kompanive të Shtetit Bashkuar të Amerikës për me pas klasterat vetë, me pas njësit vetë në Kosovë që me kry shërbime për ta. Dhe është njërë prej sektorve i cili drejtorit dhe prej, është njërë prej sektorve që kontribon mas shumë të, dhe me thonë... Unë javën që shka e pa tani, historie, 1450 veta i patë në punë,
1.4 milionë paga mujore, dhe me thonë shërbime që kryjnë për kompanit huja. Ose paga mesatare është 1.095 euro në sektorin e shërbimeve, se mos të thojmë që ICT-a, se janë edhe kjo telemarketingu, ka shërbim që ofrohet në fushën e arkitekturës, do të thonë ka shumë pjesë tjera, po është 1.095 euro është paga mesatare në bazë të stikut dhe të ICK që kemi pasur. Kështu që do të thonë janë gjëra që na merëm hala, a me rritë pagën minimale 350 euro, me bo 500 me ofru lëmosh, një pushtet i lëmoshës. Dhe me thonë që veç, nuk kemë nevojna me ofru, me i mashtru 3 tanë, me thonë, po të ofrujna lëmosh, dhe me thonë, po në anë tjetër na duhet me ofru perspektive dhe me ofru zhvillime dhe mundësi që ata me ecë matutje. Pra ndaj, për këtë punë, dhe thonë, për me mujtë me barazu, me kriju një balancë mes kësajna, të dijes dhe të mundësive që janë në tregun asaj, natyrisht që duhet me investu në pjesën e arsimit. Është e vërtet që ka për shkak se kur nuk i përcjellëm trendet, ato që i përmena ma herët, na kemi me met mrapa dhe nuk është pa i fëmijëve, nuk është pa i mësimdhansave. Për shkak se mësimdhansat ne jemi të i trajtu sigur me kon problemi i sistemit. Mësimdhansat duhet me qenë shtylla e sistemit, po për me qenë shtylla e sistemit ne duhet me i trajnu dhe me i forcu në mënyrë që ata me mujtë me ecë përpara dhe me kry misionin për cilin janë atë. Kështu që mësimdhansi sot priksohet me largim prej punës përmes testimit. Nuk duhet këtë testim, duhet këtë trajnim të vazhdueshëm për me zhvillu ato. Po jam në shembull në Estoni gjatë verës, presidenti i Estonisë ka kërkuar që mësimdhansat mos më shkojnë për shën veror, janë pagu shtesë, me qëllim që me i trajnu që me inkorporu inteligencën artificiale brenda procesit mësimdhanjes. Të na nuk po ndodhin këto gjëra. Do të thonë vetëm është akuza ndaj mësimdhanësit dhe prindi nuk dera dikon duhet me qu fëmijë në shkollë, do të thonë, duhet me pas një alternativë. Çfarë bëj kësaj pjesës përqindjes? Cilës analfabetizmi. Po nëse na vazhdojmë kështu, kjo veç ka më thellu më shumë. Ne sot jemi vonë. Nesër jemi vonë prapë, se nuk ka, dhe me thonë, deri me datën 28, prapë jemi vonë, dhe me thonë, deri në fillimin. Po ja trega një gjë, për shembull, tekste... Cila do tjetë zgjidhja muaj përpos trajnimeve që të 83% ishin për me zvoglu. Sepse edhe kemi një strukturë të arsimtarë dhe mësusave të cilët janë pak në mosh, është pak problem çështja akceptimit dhe adaptimit të trajnimeve të reja dhe përdorimit të inteligjencës artificiale, dhe kemi edhe shumë shtete të cilat e kanë ndalu inteligencën artificiale, por inkorporimin, tash ajo është metet të shifet se nuk mujna me bë, nuk mujna me lujt rolin e ekspertët që çka do të ndodhë mas ekspertët ekonomisë, po jo të fushës IT, sepse edhe ajo do të jetë sfidë e re. Edhe cila do të jetë e para është do të më shiku infrastruktura që ne kemi. Na kemi shkollat mbi ngarkume dhe kemi shkollat zbrasta. Ato shkollat e zbrasta duhet me di çka dojna me bo me to. Po kemi një lëvizje demografike ku njerëz po dojnë me shku në qytet dhe me jetu në qytet. Duhet me bo një analizë qartë se sa kemi hapësira dhe sa duhet me ndërtu kapacitete shtesë për me mujt me akomodu fëmijët në shkolla që me mujt me pasë mësim tërditor, në qëto kushte nuk kemi mujt. E para është infrastruktura. E dyta, plan programe duhet me përditsu. Jo me thonë me reforme plan program, po duhet me përmirësu vazhdimisht me ka në trend me kërkesat e tregut të punës. Duhet rishikon dhe duhet të ketë veprime të vazhdueshme të rishikimit të plan programeve, po tash, në anën tjetër, kur po themi plan program, duhet me pas edhe mësimdhënës që duhet me ju përshtat që ati rishikimit, që ati përditësimit të kurikulës që bëhet në anën tjetër. Që atë shambull që mora me Estonin atje. Tjetra shka është, literatura. Këta kanë pas një ligjë, që mendoj që u konë ligjë shumë i mirë për tekstet shkollore, për shkak se zhvillimet janë shumë të shpejta dhe duhet me ju përshtat tekstet shkollore, nuk kanë mujt me krejt numrin e deputetëve që kanë pasur në parlament, Albin Kurti dhe Albin Agallçi nuk kanë mujt me kalu këtë ligjë, që është i kanë bë vetet bllokadë, domethënë nuk ka qenë prioritet kjo pjesë. Kjo tregon që ata nuk e kanë pas prioritet ashtu. Duhet ligji për tekste shkollore që me leju përdorimin e literaturës digjitale, me mujt me marrë literaturë edhe prej vendeve të Bashkimit Evropian në shkencat të cilat mundet me u përkthy dhe me u përshtat materiale. Domethënë, natyrisht pa i anashkalu shtëpit botueses, për shkak se na po thojna që e marrëm prej tyne, po na nuk mundem me marr direkt me përkthy, po duhet me pas përmes shtëpive. Nuk po duam ja pa avokatin aty, po duam të thonë që duhet me shku përmes tyne. Masit kryet kjo pjesë këto. Me u shiqu baza ligjore. Për shkak se na nuk mundemi me ndryshu gjana pa rregullu edhe pjesën ligjore, edhe në fund me u llogarit buxheti sa është,
që do të me qenë një buxhet i cili i përshtatët, që është i vogël dhe me qëtë buxhet që kemi aktualisht, ne nuk mundëm mi ndërmarrë kështë të masa. Pra ndaj do të ketë një mozaik dhe primeve caktume, këtu që i përmena manaj, dhe më thonë në mënyrë që na me mujtë me forcu arsimin dhe me mujtë me këthy studentin i cili është në qendër, involvimin e teknologjisë dhe në anën tjetër pjesa emocionale. Vetëm kështu rregullohet, nuk është një shkop magjik që kjo mbrana ditës na kemi me mujt me rregullu. Etash, po ktheja në anën tjetër ose më pyetjes dytë me përgjigje. Po është më shkurt prof se jemi shumë Po provoj. Me që thash domethënë. Te kemi edhe shumë tema mi kërkesë për vendet punës. Ka vendet punës mjaftueshme në fushën e teknologjisë dhe në fushën e shërbime, po nuk po mundemi me gjeneru kuadra cilët i përgjigjen asaj kërkese që është prej pjesës që po vjen prej pjesës së industrisë. Okej, e kemi prof me dajnë edhe drejtor. Dhe më thonë që kjo është një EASK që ka ra fuqia vlerës të bruto produkti që ta në kohën, ekqesin si për para që na kemi rritë bruto produktin, tu që qeveria ka bo një punë të madhe për me kry. Që kjo e dhone fundi, të regon që me thonë kështu fukarallahu, veç kanë zonë ven tek njerëzit, për shkak të ka ra. Me thonë, këtu ka qenë anal në të mënesh, në të mëtresh është 3.8. E patën një farë plani 200 milion euro për me përballu inflacionin. Thu që inflacioni ka njësë që tash. Na e kemi në 2 vjet e fundit të cilët të nga rry non-stop. A e ke patë PDK-ja, ose shka këshe me kërku prej PDK-s me ndryshu që to, me ballafaqu me qëto se që kjo badihava ti e rritë rrogën 20% kur qëmimet kanë hecë me 60% prej 2019 se kënej. Fillimisht kjo rritja prej 50%, unë menaj që ka me pru dikun aftësim blerë se prap të 85% që ka qenë para 6 vite. Okej. Nëse ne i shikojmë këtu, sepse qeveria aktuale të gjitha statistikat të cilat i ka prezentu si në aspekt rritjes, si po foli për statistikat për ekonomi. Aty ku ju ka për 7% e rritjes e ka përdor përqindjen. Aty ku ka qenë rritje financiare, ka përdor rritje financiare. Mirë po, ne nëse analizojmë importin që është u bëha dhe bilancin tregtar të Kosovës në përgjithësi, ne kemi një bilans tregtar që pritet rreth 6 miliard me ka negativ këtë vetë. 2 miliard ma shumë se sa buxheti i jonë i mrençëm. I planifikum. 6 miliard, rreth 6 miliard, 2025 dhe të ketë bilans tregtar negativ Kosova, që i bjen është shqetësus mjaft i madh. 200 milion nuk munden me mbulu punën e inflacionit, për me po se so ka inflacion, edhe so kanë qytetar nevoj. Plani PDK-s për rritjet pagave është ma i mirë se sa me jep 200 milion s'di ka kanë mja, por nëse zasë nuk e kuptoj që kanë një treg 200 milion euro për me përballu inflacionin. Nuk munden qytetarët me jetu me lëmosh. Për shembull nuk mundesh që në fund vitit me i dhonë lëmosh edhe 12 muaj me harru. Me pri, deri sa dje viti ri jarshëm, do mon, sikur se roli babadimrit, fmi që e presin babadimrit në qytetarët me prit qeverin. Për dëkëja ka ofru, do mon nëse analizojmë shtyllën e rritjes paka, e ka bo me legjë. Ne kemi diskutu mjaft shumë këtë studia, që edhe koeficienti cili është rritë në kundërshtim me ligjën. Këta të zbatojnë. Po gjitha veprimet të cilat i kanë ndërmarë qeveria, do mon nuk e mbulojnë atë gepin apo atë mungesën e aftësisë qytetarëve për me bleje. Pse? Analizoni kredit, se sa janë rritë. Nëse i marrim në Bankën Qendrore të Kosovës, të dhëna zyrtare të cilat janë prezentu, në raport me depozitat, ne kemi pas në fund të shtatorit, kemi pas një aftësi likuidet banka vret 200 milion. Për me edhon kredit reja dhe ke një stagnim nga ona e bankave komerciale për me 92% e depozitave i ndon kredit dhe ta shembull kjo tregon që qytetarët po detyrohen me marrë kredi për me imbulu inflacionin. Edhe pakoja prej 200 milion nuk e zgjidh çështjen e inflacionit, po çështja e inflacionit do të me qenë afatgjate. Unë e mendoj që PDK-ja që e ka bo rritjen me legjë, 50%, duhet të filloj të mendoj edhe të puna e indeksimit të koeficientit. Çka nënkupton indeksimi koeficientit? Që krohas inflacionit me u rrit edhe koeficienti, do mon në vazhdimësi, për me mojt stabilitetin buxhetor edhe të
ekonomive familjare, sepse një rritje prej sot prej 50%. Nuk mundemi me thonë që ka me pas një impact vazhdueshëm kjo rritje për një periudhë. Se që rrogat janë rritje 28% në këto 4 vite, por do të me u përsaktu me ligj edhe indeksimi koeficientit. Në mënyrë që shkalla inflacionit qysh lëviz me lëviz edhe pjesa e koeficientit, sepse vetëm kjo e matë stabilitetin buxhetor të ekonomive familjare. Prof, a ki edhe një pyetje për se jemi shumë pisk me kohën. Sa i përket grafikut... Me lidh me këto premtimet të PDK-s. Okej, sa i përket grafikut që është një interes qytetarë, se njëtin sen ma bojnë qytetarët, është rritë bugjeti, bile kur kam diskutime me njerës televizës vetëvendosje, në kuptimin që thojnë që sa u rritë bugjeti. Që nuk është parametër i shëndetit ekonomik rritja bugjetit. Sepse ti importin më të lartë e ki prej naftës. Çmimi i naftës në 2020 ka qenë keq çmim tjetër. Sot ki keq çmim tjetër. 70% të bugjetit Kosovës marrët krejt pi doganës. Do të thonë 70%. Dhe një pjesë ndikon parafërsisht ndikon 980 milionera mirën prej ATK-s. Nëse referohemi kësaj gjendjes aktuale, shiko, GDP-ja nominale është vlerën nominale, nuk ta llogarit inflacionin. Ndërsa GDP-ja reale ta llogarit inflacionin. Po a ka qenë që ky inflacion parametër kryesor që inflacioni është në aspektin praktik ju, sepse që inflacionin, formulën e inflacionit e kanë mot me shumë variabla. Cilat variablet kanë qenë? Për shumë një ndër variablet ka qenë edhe bileta avionit së është rritu. Kafja, e këto tjere. Kur shtin numër të madh të variablave, atëherë zbritet inflacioni. Në rastin konkret e ki një televizion ose një gazetare e cila ka bën një ulëmtim rreth rritjes së çmimeve të produkteve, disa produkteve elementare. Do të duke përfshirë edhe mishin e tjerë. Nuk korrespondon aktualisht për muajin nëntor që jemi, nëntor që ishim muajin e kaluar, nuk korrespondoi ke rezultatet e atencionit statistikave të Kosovës me 5.3 në krahasim me ulëmtimin të cilën e ka bërë. Dhe kjo pikërisht një gjë të tillë ty ta qet me një rritje ekonomike më të lartë në rajon, sepse formulën e matjes së inflacionit e përdor sukur në vendet e zhvilluara të botës. Po veç kjo është zyrë të kryeministit, mundën edhe me shti durta. Po, ndëgjam. Po jo se pikërisht në çopse banka botërore, edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar nuk i beson gestioni statistik. Po, përfundoj e se jemi shumë shkurt me kohë. Po, okej, e kisha lutur 30 sekonda pyetjen. Ideja është plotësisht pajtona që do të thonë çështjen e rritjes së pagave me shku në mënyrë pak më proporcionale, me rritjen ekonomike, me bën ai far rregullore të ligjit të veçantë apo diçka tjetër. Mirë, po kjo 50% edhe ulja e tatimeve pak kemi një far nuk e di ku i bazu për me çka me ul të puna tatimeve, e përmend tatimin në tona nëse shkon mbi 800 euro me sa duket i ra 50 vetë në 8%. Mirë, po a është e mjaftueshme kjo? Që të paktën me rrit mbi pagat mbi 50%, sepse edhe për cilat periudha do të rritni pagat. Do t'ju mjafton 4 vjet me secilën përqindje të shkoni për shembull ka 10%, 15%, apo në momentin që e merrni zyrën e kryeministrit dhe do të shkoni në rritje paga. Këto e ka thonë kandidati për kryeministër, që në muajin e parë. Shumë respekt për gjitha këto çështje që u ngritën në aspektin ekonomik. Ne e kuptojmë që kryeministri në detyrë nuk është ekonomist, nuk është ndoshta me papër të madhe kush si një pjesën e ekonomisë, por është ka gjë shqetësuese edhe kabinetës ekipa e tij kur nuk e informojnë drejt për shembull. Me deklaru kemi rritje prej më të madhe në ekonomike, kur qytetarët janë të varfëruar çdo ditë, domthonë është ka gjë diskrepancë e madhe. Me thonë që nuk mund të rriten edhe pagat, edhe më ul normat tatimore, edhe kjo është e paqëndrueshme. Për faktin se ne dimë që kemi informalitet në shkallë konsiderueshme ende. Këtë ideja jonë është që ne ta formalizojmë ekonominë, edhe për ata kemi para pa masa që shkojnë në drejtim të formalizimit të ekonomisë, që rezulton me të hyrat pritshme më të larta. Anën tjetër, këto pagat që janë tani diku të rritën, këto do të ndodhin qysh në ditët e para të qeverisë së Hamza. Atë e ka thënë kandidati im për kryeministër, bile mandat po mendoj në garën e kaluar pa të dhënë premtim publik edhe zotim publik që në rast se nuk e realizon deri në fund të vitit 2025 ishte po të themelojë qeveria në atë kohë, pa deklaruar se do të jap dorëheqje ka pozita e kryeministrit.
Kështu që garancë më të madhe qytetarët se sa një kandidat I cili nga kaluara dëshmon se premtimet që jep I mban, do të njëjtën kohë me nizatim kaq të fuqishëm se do të jap dorëheqje në rast se nuk e realizon, nuk e di çka mund të presin qytetarët garancë më të mëdha. Anën tjetër të rritja ekonomike po është realitet përkundër se pajtona me profën se edhe kjo rritje që është prezantuar nga ASK për 3.08 që ki poshtë, të shkute poshtë. Përkundër trendit që është I ra, domo edhe kjo mendoj se ende edhe më shumë është duke ra për faktin se gjendja në ekonomi është jashtëzakonisht shqetësuese. Bizneset janë në gjendje të rëndë. E kemi sektorin bankar, që është sektori më I shëndetshëm që ka qenë pothuajse gjatë periudhës pas luftës, por këtë vit për fatin e keq edhe ky sektor është rreziku. Për faktin se bankat s'kan mjete të gatshme për të bërë kredia. Ka rrezik pra bizneset që kanë nevojë për kapitale për investimet ma domethënëse fjala se ju për këto konsumusët kanë vështirësi për të marrë kredinë për bankat komerciale. E për shkak është kjo, për shkak politikave të gabuara të shtetit, lutem se është shumë e rëndësishme, orientimi I kapitalit të qytetarit të Kosovës po shkon jashtë Kosovës. Kemi investime në vlera enorme të mëdha. Bi 500 milion ka shkuar në Shqipëri. Pjesa e madhe që Shqipëri, që themi që është keq, por është më mirë. Jo, me biznesit të zgjedhin vetë ambientin. Por kishte më mirë më investu në Kosovë. Më rrit ekonomia dhe jo ne në politikat tona shtetërore ti imponojmë edhe një detaj, gjatë tyre ditë gjatë takimeve në teren, një kompani që për hir të korrekcisë nuk ja përmend emrin, mu zëtu që është duke analizu kalimin ose transferimin e biznesit prej Kosovë ose Maqedonisë në Shqipëri. Kompani prodhuese, pikërisht për shkak të politikave të gabuara nga ana e qeverisë dhe në një presionin e klimat të kontaminuar që është krijuar në vendin tonë. Prof, kemi në fund të emisionit se metëm shumë çështje pa I diskutu, po te çështja e arsimit kaq kemi kohë, jemi në fushat, s'muj me vazhdu ma në koha jonë është kjo. Për fund, çka mundet me ndryshu mbrana një mandatit në arsim, edhe a muj me bo? Me thonë, sepse bashkë jemi lodhën, atë gjithë jemi qëtu për I premtimeve, se në letër, ma ka lajse me shu printeri e bon gjithë shkafin. Shu I qa dush, bënja print edhe del. Me thonë, vetë shkurt lutna. Nuk ka më qështja mundë, më është qështja që duhet me bo. është programit cilën e kemi, janë qarta rrugët, qysh duhet me zhvillu këta. Ato që I përmena marrë të fillu prej këtë komponenteve të rëndësishme, saj për këtë arsime. Duhet me I dhonë kahje dhe është obligim, duhet me najtë mësusit nga, duhet me najtë nxënësit nga. Edhe që tha, da imi marrët që tha, dhe me thonë, me u lidhë pjesa e industrisë, me u lidhë pjesa e politikë bërës dhe me u lidhë pjesa e akademisë. Nëse nuk e kryojnë që ta ne kemi pas iniciativa, nëse kujtojtë Ministria e Inovacionit ka pas dhe ndërmarrësisë ka pas qëtëral, që me I lidhë, që triple helix me I lidhë, nuk është bo. Janë të qarta në programin tonë, duhet digitalizim, duhet rregullim I administratës sistemin arsimor, duhet infrastrukturë, duhet me pas trajnime për mësimdhënësa, duhet inkorporim, për them edhe herë, zhvillimet rapide prej Covidit që po ndodhin në procesin e edukimit, duhet sa ma shpejt me I pas si mundësi, dhe me I sfidu qëto limite që... A më nëshme thëmë për shemë cilë është veprimi I parë që duhet me bo nëse PDK-ja vjen qeveritë? Veprimi I parë që duhet me bo është digitalizimi I procesit që bohet dhe nuk është se e bojnë shkollat, shumë letë e bojnë këtë punë, e bojnë sistemet, është nuk është diçka e re, është ka modelet. Për të besoj se për këtë punë të besoj që e bërë. Vëtë shkurt prof se I kemi... Fillimi I kujdesit ndaj mësusit, se mësusi është shtylla e sistemit të edukimit, dhe jo problemi sistemit të edukimit. Shkurt prof se këtë limitet I kemë kalu. Raporti I progresit për atë një problemet kryesore në arsimin kosovar është politizimi. Si keni mendar që ta? Çështjen e politizimit. Çështja e politizimit, do të thonë, nuk tash ka dhe shumë fjalë që bëhet rreth politizimit, do të thonë, po na edhe nuk është më pjesa më atraktive dikush me shku me punu mësimdhës. Ose drejtor shkollë. Nuk e kem këtë punë që pjesa më atraktive. Për shkak se ne e kemi hupat atraktivitetin e qenë mësusët. Për shkak se mësusin ja kemi hub dignitetin dhe ja kemi lanë vetëm në front, dhe më thonë pa ju ofru ofër. Pra ndaj nuk e thash rasisht që na, për me mujt me ndërprej këtë pjesë të politizimit, ku nuk shihet vetë si një vend punës, na dhëtë me najtë ofër dhe me përgadit, me forcu në mënyrë që dhe në momentin ku nuk mundet me I bo balë trajnimit dhe zhvillimit, atëra ka mu të rjek vetë dhe dhëtë me I vendos filtrat.
A është të e kry puna, së është të e kry puna, dhe filtrat, nëse kemi një sistem të mirë të digitalizimit, ku shihet, ku matet performanca, atëherë ka me përjashtu gjithë vetë vete, po jo me thonë, unë të përjashtoj ty, unë të testoj ty dhe të largoj për punës se ti s'podim, po nuk më është petra nuk për shkak se ka zhvillimet shpejta. Ato natyrshëm, nëse ne investojmë dhe bojmë këto, atëherë natyrshëm zgjedhin këto probleme dhe jeket politizime. Le të shkojmë dikush në një kompani të ICT-s, përmes lidhjeve nepotizmit, s'ta merr heqën punën. Për shkak se s'mund me dojnë ballë aty, o ka me kry punën, ose ka me kry punën. Ose o rrinë shpe. O rrinë shpe. Që unë ju falenderoj shumë, nëse veç pak që to që i folëm mundi mi kry, në rregull na jemi për vitin e parë. Se keni shumë punë, po që to që i qetëm që to me i kry në rregull jena, se definitivisht ky popull është lodhë prej zgjedhjeve dhe prej gjithë shkafit. Tani inshallah kur dalim universitetin din kanë me votu. Çfarë më thon tjetër sen? Faleminderit shumë që ishi sonte në studio. Faleminderit. Shikues nderuar, kaq kishim për sonte, bashkë dëshimi janë marshën. Deri atëherë mirëmbëjtje.